Vlezër dhe motra, e keni vënë re sa të çuditshëm jemi ne kur njihemi me dikë, e kupton se fokusohemi në ca gjëra që gjysmat janë fiksime që na i thot shoqëria, e kupton që ti duhet ta kesh një gjë të preferuar, se s'bën ndryshe e gabim. E kupton, kurse gjysma tjetër janë gjëra që të kanë ndodhur gjatë fëmijërisë, edhe ta kanë bërë personalitetin kështu si e ke, që nuk i ke ti në dorë, e kupton? Kush është ngjyra jote e preferuar? S'kam. Nuk kam. Kam firmos kontrat me të kuqen unë deri në fund të jetës që do ta përmend. E po je i pavendosur pas patë ngjyrë të preferuar. Jo, s'ka lidhje fare. Thjesht nuk kam ngjyrë të preferuar. Çfarë është një horoskopi je Luani, po luendrit janë kështu. Si është ky faji im? Atyre të shtëpisë ju ngref një ditë bën seks, 9 muaj më vonë linda unë, e kupton? Pse duhet të fiksohem me këto gjëra? Çfarë muzikë dëgjon? Me sa duket grupin për mbi Tepelen dhe AC/DC, se ato vjeshin në shtëpi kur isha i vogël, e kupton? Gjej një person që të pëlqen dhe aq mbaron aty, e kupton? Më pëlqejnë shpullat në seks. Të ka rraur kur ke qenë